Revista e njohur amerikane e biznesit Forbes e ka renditur biznesmenin shqiptaro-amerikan Premtim Gjonbalaj në listën prestigjioze 30 nën 30 për vitin 2021, një përzgjedhje që përfshin 30 të rinj që kanë arritur sukses të jashtëzakonshëm në biznes dhe industri përpara se të mbushin moshën 30 vjeçare. Një vlerësim i tillë konsiderohet ndër më të rëndësishmit në botën e sipërmarrjes, pasi përzgjedh të rinjt që po ndryshojnë mënyrën se si funksionojnë sektor të tërë të ekonomisë. Historia e suksesit të Premtim Gjonbalajt nis në Brooklyn, në New York City, ku ai u lind dhe u rrit nga prindër emigrant shqiptar. Si shumë familje emigrantësh, edhe familja e tij mbante gjallë ëndrrën amerikane, punë të palodhur dhe besim se mundësitë janë të pafundme për çdo që guxon të provojë. Ambicia e tij për të hyrë në botën e biznesit u shfaq shumë herët. Vetëm 19 vjeç, Premtimi hapi restorantin e tij të parë, një sipërmarrje që u vendos brenda një hoteli të madh në New York. Ishte një hap i guximshëm për një të ri kaq të ri në moshë, në një nga tregjet më konkurruese të gastronomisë në botë. Por pikërisht kjo eksperiencë do t'i hapte syt për një problem të madh në industrinë e mikpritjes. Disa vite më vonë, kur ishte vetëm 23 vjeç, ndërsa punonte si menaxher restoranti, ai vuri re një paradoks që kishte ekzistuar prej dekadash në industrinë e hoteleve. Shumë hotele, për të ruajtur standardet dhe numrin e yjeve, duhet të ofrojnë edhe shërbimin e ushqimit në dhomë, i njohur si room service. Ky shërbim ishte dikur një simbol luksi për vizitorët. Megjithatë, me kalimin e kohës, gjithnjë e më shumë klientë filluan të preferojnë restorantet e qytetit, duke e përdorur shumë më pak këtë shërbim. Kjo krijonte një problem të madh për hotelet. Nga njëra anë, ato duhej ta ofronin shërbimin për të ruajtur standardet. Nga ana tjetër, kuzhinat e brendshme shpesh punonin me humbje të mëdha financiare, sepse kërkesa ishte e ulët dhe ushqimi shpesh shkonte dëm. Hotelet më të vogla zgjodhen ta hiqnin këtë shërbim, por hotelet prestigjioze nuk mund ta bënin një gjë të tillë. Ishte pikërisht këtu ku Premtim Gjonbalaj pa një mundësi. Me intuit sipërmarrëse dhe një mënyrë të re të të menduarit, ai krijoi kompaninë Butler Hospitality, një model biznesi që sot njihet si kuzhinë fantazme, kuzhina profesionale që përgatisin ushqim për disa hotele njëkohësisht, pa qenë të lidhura fizikisht me secilin prej tyre. Ideja ishte sa e thjesht aq edhe revolucionare. Në vend që çdo hotel të mbajë kuzhinën e vet me kosto të larta, Butler Hospitality krijoi kuzhina të centralizuara që përgatisin ushqim për shumë hotele njëkohësisht. Kështu hotelet mund të vazhdojnë të ofrojnë shërbimin e room service, por pa barrën e kostove të mëdha. Ky model jo vetëm që uli shpenzimet për hotelet, por gjithashtu përmirësoi cilësinë dhe eficiencën e shërbimit për klientët. Brenda pak vitesh, kompania e tij filloi të bashkëpunonte me disa nga hotelet më të njohura në New York dhe përtej atij, duke u bërë një nga zgjidhjet më inovative në industrinë e mikpritjes. Suksesi i këtij modeli të ri nuk kaloi pa u vënë re. Revista Forbes i kushtoi një shkrim të veçantë historisë së tij dhe e përfshiu në listën prestigjioze 30 nën 30, duke e konsideruar një nga të rinjt që po transformojnë industrinë e hotelerisë. Historia e Premtim Gjonbalajt është një shembull i fuqishëm se si vizioni, puna dhe guximi për të menduar ndryshe mund të ndryshojnë një industri të tërë. Në një qytet si New York City, ku shpesh thuhet se gjithçka është shpikur tashmë, ai arriti të sjellë një ide të re dhe ta kthejë atë në një biznes të suksesshëm. Sot, konsiderohet një nga sipërmarrësit më të premtuar në botën e biznesit, dhe për shumë shqiptar kudo në botë, historia e tij është më shumë se një sukses personal. Është dëshmi se talenti dhe puna e palodhur mund të çojnë larg pavarësisht nga vendi ku fillon rrugtimi. Një histori e një djali nga Brooklyni me rrënjë shqiptare që arriti të bëhet pjesë e elitës së re të sipërmarrësve global.